Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Ankohet për njerëzit e tij. Po të dini çdi unë për të panjohurën e mbajtur në mister do kishit marrë rrugët me vaj e lot në sy për bëmat tuaja, do t'i binit kokës me grushte nga pikllimi e do t'i braktisnit pasurit tuaja pa nguruar e pa kërkuar gjë tjetër në vend të tyre. Atëherë do kujdeseshit vetëm për veten dhe nuk do t'i kushtonit vëmendje njeriu tjetër, por ju haruat që ishte dhënë të kujtonit e u ndjet të sigurt nga të këqijat për të cilat jeni lajmëruar. Përpasoj mendimet tuaja morën rrugë të shtrembër dhe punët tuaja u ngatruan keq. Prandaj dhe i përgjërohem Zotit ju ndaj nga unë e të më jap ata që kanë më shumë të drejtë se sa ju për të qenë pranë meje. Për Allah, ata ishin njerëz me mendje të ndriçuar, urtësi të përhershme e fjalë të vërteta, ata i ndenjën larg rebelimit, ecën drejt me mësimet e Zotit dhe nxituan në udhët e gjërat të tij, kështu shkuan ata në jetën tjetër të përjetshme dhe morën nderimet e larta që u takonin. Por Allah mbi ju do sundoj një djalosh nga fisi Thaqif, njëri i teprimit pa karakter, i shturur e me një ecje lëkundëse, ai do përlaj bimësinë tuaj e do tresë dhjamin tuaj. Kjo është historia e brumbullit të zi që mund ta vazhdoj vetë Ebu Wadha.